San Francisco, Kaliforni. Qyteti I gjirit. Kryeqendra jetës urbane amerikane. Nga tramvajet, te kura e saj famshme, Porta e Artë, qyteti I San Franciscos ka mbërthyer imagjinatën e botës që kur u themelua më shumë se 150 vjet më parë. Por kodrat e San Franciscos janë formuar nga ngjarje të dhunshme, tërmete masive, të cilat kanë coptuar peizazhin kalifornian për 10 mijëra vjet. Në prillin e vitit 1906, askush nuk e dinte se një nga këto dridhje toke do të ulte në gjunjë San Franciscon. E martë, 17 prill 1906, është nata e një shfaqjeje premier. Tenori me famë Enrico Caruso po këndonte notat e fundit të Carmenit. I kënaqur me performancën e tij, Caruso dhe pjesa tjetër e operas shkojnë ta kalojnë natën në hotelin Palace. Nga shtëpitë viktoriane në Nob Hill te konservatori I luleve në parkun Golden Gate, nga rruga e Tregut deri në Chinatown, qyteti është në gjumë. Vetëm pak kilometra në perëndim, po troket një minë me sahat. Qarja tektonike e San Andreas, në orën 5:12 të mëngjesit, 19 minuta para lindjes së diellit, më 18 prill. Dritaret e hotelit të Carusos nisën të dridhen. San Francisco shtrihet në cep të një gadishulli. Rrethuar nga gjiri I San Franciscos në njërin anë dhe oqeani I madh paqësor në tjetrin. Kur eksploruesi spanjoll Don Gaspar de Portola mbërriti këtu në vitin 1769, ai gjeti 5 fshatra të banuar nga pjesëtarët e fisit indian Yuluma. Eksploruesit spanjoll dhe quajtën vendbanimin Herba Buena dhe themeluan një mision në vitin 1776. U deshën vetëm 2 breza që popullsia indigjene të zhdukej. Qyteti u bë pjesë e Meksikës pas luftës meksikane për pavarësi në vitin 1821 dhe kapiteni John Slotty merr qytetin në emër të Shteteve të Bashkuara në vitin 1846 gjatë luftës mes Meksikës dhe Amerikës. Ndonse qyteti ka qenë gjithnjë I famshëm për peizazhin e bukur dhe motin e butë, nuk ishin këto shkaqet përse ai mori një zgjerim të madh në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Ngritja e San Franciscos mund të përmbledhet me një fjalë të vetme: arin. Ethet e arit kalifornian sollën një turm me aventurier, njerëz me dëshira të kota, sipërmarrës dhe mashtrues në qytet. Entrepreneurs and con artists to the city. Popullsia e qytetit kërceu nga 1000 në vitin 1848 në 25.000 nga fundi 1849-s. Këta njerëz u njohën si 49-ët, sipas vitit kur erdhi shumica e tyre në Kaliforni. Më 9 shtator 1850, Kongresi votoi dhe e shpalli Kalifornin, shtetin e 31. Me lindjen e diellit, më 18 prill 1906, banorët e San Franciscos kishin shumë arsye të besonin se qyteti I tyre po lulëzonte.
Popullsia e qytetit ishte rritur në rreth 400.000. I kishte mbjetuar ulje ngritjeve të etheve të arit. I kishte mbjetuar epidemisë së parë të murtajës në Amerikën e Veriut. San Francisco shpejt po kthehej në një qytet kozmopolitan të klasit botëror. Por çfarë zgjimi, shkroi tenori Enrico Caruso. U zgjova rreth orës 5 të mëngjesit, sepse ndjeva krevatin që po tundej, sikur t'isha në një anije në oqean. U ngrita dhe shkova te dritarja, ku pash ndërtesat që po shembeshin. Copat e mëdha të banesave që binin poshtë, dhe nga rruga poshtë dëgjoja thirrjet e ulërimat e burrave, grave dhe fëmijëve. William Jamesi, filozof dhe vllai i shkrimtarit Henry James, është në Stanford, disa kilometra më në jug të San Franciscos. Ai e përshkruan tërmetin si një forcë që shkundi dhomën, ashtu si shkund një qen gjahu pren e tij. Eshtja që pasoi u mbush shpejt me mërmërimet e njerëzve që dolën në rrugë me pijama për të parë dëmet. And assess the horrific damage. (31 maj 1889). Shirat e rrëmbyer kanë ditë që bie në Pensilvani. 30.000 banorët e Johnstownit vazhdojnë jetën e tyre të përditshme. Qyteti e tyre është një ndër qendrat kryesore të vendit në prodhimin e çelikut. Lumi Konmagu i vogël rrjedhi i qetë pranë qytetit së Johnstownit, pa dhënë asnjë shenjë rreziku, por 19 kilometra lart, diga e vjetër South Fork, 285 metra e gjatë dhe 22 metra e lartë, nis të rrjedh. Pas digës, gjendet liçeni i Conemog, në përëndësi të klubit të gjuetarëve dhe peshkatarëve pasanik. Një resort për miliarderët e epokës si Andrew Carnegie dhe Andrew Mellon. Është kandidatyre i lojrave. Edhe pse ata mund të jenë gjeni në ngritjen e bizneseve, mirëmbajtja e digës që mbron liçenin e tyre të dashur nuk bën pjesë në listën e prioriteteve. Kombinimi i shirave të rrëmbyer me mungesën e mirëmbajtjes e quan digën deri në pikën ku nuk mbante më. Në orën 3:10 të pasdites së 31 majit 1889, diga South Fork u ça. 20 milion ton ujë vërshuan nga liçeni. Përmbytja pushtoi me shpejtësi shtratin e luginës, duke marrë me vete gur dhe gjithçka gjeti, bashkë me fshatrat e vegjël që i dolën përpara. 57 minuta pas shkatrimit të digës, një mur uji 18 metra i lartë mbërri në Johnstown. Banorët nuk janë lajmëruar. Familje të tëra merren nga uji bashkë me shtëpitë e tyre. Asnjë ndërtesë, qoftë prej druri, tulle apo guri, nuk i reziston dot goditjes së drejt për drejt nga përmbytja. Por shkatrimi nuk mbaron me kaq. Teksa vale e pare humbet forcën, uji nis të rikthehet drejt digës, duke goditur Johnstownin për herë të dytë. Por këtë radhë në drejtim të kundërt. Në kohën që lajmet për katastrofën nisin të përhapen, organizata e sapo formuar e Clara Burtonit, kryqi i kuq, nxiton në vend ngjarje. Ata gjejnë 10 kilometra katror të qytetës trafshuara. Disa nga mbetjet janë aq të vështira për t'u hequr, saqë nevojitet përdorimi katastrofa natyrore, forcat e frikshme të natyrës, që thyejnë çelikun, çajnë betonin dhe coptojnë trupat njerëzor. Përmbytje masive, oqeane të tërbuara, lumenj llave përvëluese. Bukuria e natyrës mund të zhduket në çast, duke krijuar disa nga ngjarjet më të tmerrshme të regjistruara ndonjëherë në historinë e njerëzimit.
Emra si Vezuvi, Galvestoni e madje edhe uragani Diana janë kujtime tragjike të një force të shfrenuar që lëshohet pa paralajmërim. Forca shkatrimtare të cilat mund të kapin edhe më të kujdesshmit pa mendje, duke I zhdukur nga faqja e dheut. Këto spektakle të përbindshme janë njëkohësisht sa më gjepsëse, aq edhe tmerruese. Pasojat e një stuhie të përbindshme në juglindje të Kubës, edhe ajo po udhton drejt Galvestonit, Texas. E vendosur mes brigjeve të Teksasit, gjendet një tjetër qytet shumë I famshëm në Shtetet e Bashkuara, Galvestoni. Qyteza historike shtrihet mbi dy ishuj në gjirin e Meksikës, rreth 80 kilometra në juglindje të Houstonit, njihet si këndi I lojrave të jugut, dhe me të drejtë. Galvestoni ka plazhe të gjata dhe ujërat e ngrohta të Golfstreamit. Por Galvestoni ka dhe diçka tjetër që të tërheq syrin, diçka që tregon për tragjeditë të shkuarës, ndërkohë që na jep shpresa për të ardhmen. Më shumë se një shekull më parë, kjo prit detare masive, 5 metra e lartë edhe 16 kilometra e gjatë, u ndërtua në Galveston. Një provë e qartë e vendosmërisë së banorëve të ishullit për të vazhduar të jetonin në këtë vend, pavarësisht shkatrimit të shkaktuar nga dallgët që dikur e kishin gëlltitur Galvestonin. Tani dallgët nuk do t'i largonin më ata. Ideja e pritës detare apo një sistemi I pengues ishte diskutuar para 8 shtatorit 1900, por deri në atë çast ishin gjetur gjithnjë justifikime për të mos e ndërtuar. Pavarësisht se Galvestoni ishte porti më I madh I thellë në Shtetet e Bashkuara. Tani 38.000 banorët do të përballen me pasojat e kësaj neglizhence. Banorët e Galvestonit kanë parë shumë stuhi, edhe më parë. Prandaj në fillim të shtatorit të vitit 1900, askush nuk u alarmua kur drejtoria e motit nisi të dërgonte paralajmërime për formimin e një stuhie tropikale pranë Kubës. Por në orët e para të mëngjesit të 8 shtatorit, banorët u zgjuan teksa erërat me shpejtësi 192 km/h u lërinin mbi shtëpitë e tyre. Kur pan nga dritaret, në vend të rrugëve që ishin mësuar të shihnin, ata pan një masë ujë 1 metër të lartë. Më pas ishulli u përmbyt nga një masë ujore rreth 5 metra e lartë. Qyteti u rrafshua. Kur pan nga dritaret, në vend të rrugëve që ishin mësuar të shihnin, ata pan një masë ujë 1 metër të lartë. Më pas ishulli u përmbyt nga një masë ujore rreth 5 metra e lartë. Qyteti u rrafshua. Më shumë se 3600 shtëpi u shkatruan. Stuhia I shkuli shtëpit nga themelet dhe I ktheu përmbys. Gjithçka, dhe kushdo që gjendej në rrugën e stuhis, u shkatrua. Në një letër, një I mbijetuar, Charles Law, do të shkruante: mëngjesin e të dielës, pas largimit të stuhis, dola në rrugë dhe pas trupat e të vdekurve që gjendeshin në çdo cep. Shtëpit ishin bërë copash, burra, gra e fëmijë, po ecnin në rrugëve në gjendje të mjerueshme, me kokat, trupat e këmbët të përgjakura, të prera nga xhamat e thyer, nga ndërtesat e shembura. Where they had been treading through the debris of fallen buildings. Mali I Vezuv ngrihet mbi gjirin e Napolit në Itali, si një draguaj fjetur. Ndonse shpërthimi I tij më I famshëm shkatroi Pompein në vitin 79 të erës sonë. Vulkani ka kërcënuar njerëzit në këtë rajon që në epokën e bronzit dhe vazhdon të jetë aktiv edhe sot e kësaj dite.
Politikani i Romës së lashtë, Plini i Riu, e përshkruan rajonin në këmbët e këtij vulkani të përbindshëm mesdhetar, si vendin më të bukur në tokë. Plini i mbjetoi shkatërimit të Pompeit. Ai tha se reja e hirit që shkatroi qytetin ishte si një pish, sepse u ngrit në lartësi të mëdha, si trungu i pishës, edhe pastaj u degëzua. Mali i Vezuv ka shpërthyer të paktën 38 herë në 2000 vitet e fundit. Pavarësisht historisë së tij të dhunshme, bukuria natyrore e zonës vazhdon të tërheq vendasit dhe turistët që vizitojnë qytetet në zonën e rrezikshme. Është ironike, por pikërisht hiri nga vulkani i rrezikshëm e bën dheun e zonës të përkryer për bujqësi, me syre dhe prodhimin e rrushit. Turistët vinë nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Në majin e vitit 1938, vetëm 2 muaj para se Gjermania të aneksonte Austrinë, e dashura e Adolf Hitlerit, Eva Brauni, vizitoi vulkanin. Një dekadë më pas, vulkani shpërtheu sërish, duke lëshuar një re hiri në qiell. Fshatrat pranë, përfshirë edhe San Sebastiano al Vesuvion, Massa di Soman dhe Ottavianon, u shkatruan. Në rrugë ushtarët mbanin qytetarët në panik, larg masës së ngadalë të shkëmbimeve të shkërirë. Teksa lava gëlltiste çdo ndërtesë që i dilte përpara, pjesë-pjesë, godinat morën flak, duke lëshuar shtollun nga tymi dhe hiri vulkanik në qiell. Banorët dhe ushtarët shikonin avancimin e vulkanit pa bërë dot asgjë. Ajo që në fillim u duk si një sasi e vogël lave, shpejt u kthye në një masë 2 katëshe të lartë. Ndërtesat shpërthyen njëra pas tjetrës, viktima të një përbindshi të pamëshirshëm të natyrës, një katastrofe ngadalt, si asnjë tjetër. Banorët u bën dëshmitar të shkatrimit të një qytete të tërë, që shpërbëhej nga një çast në tjetrin. Me avancimin e lavës, civilët ngarkuan sendet personale në kamionët e ushtrisë. Dhe si italian tipik, mes tyre edhe arka me shishe vere. Qytetarët e San Sebastianos janë njëkohësisht të tmerruar dhe të habitur. Gratë dhe fëmijët shohin të çuditur se si shtëpitë e tyre konsumohen ngadalë nga ky përbindësh. Gjithçka në rrugën e lavës shkatrohet, dru, gur, tulla, asgjë nuk kursehet. Teksa shohin qytetin e tyre që po shkërmbohet, të pastrehet nuk i përmbajnë dot më emocionet. Ata nuk kanë ku të shkojnë. 26 civil italian humbasin jetën dhe thuajse 12.000 mbeten të pastreh. Grupi 340 bombardues i forcave ajrore amerikane është i vendosur pranë malit Vezuv në Terzinjo. Arreshteri Robert McCrea përshkruan zhurmën e shpërthimit si përplasje e madhe e një topi bowlingu kundër një pafundësie birilash. Rreth 80 bombardues amerikanë shkatrohen ose dëmtohen nga shtresa mbytëse e hirit përvolues, gurët që bien nga qielli, hapin vrimë në veshjen mbrojtëse të aeroplanëve, thyin xhamët prej pleksiglasi të dritareve të avionëve dhe prishin krahët. Në hijen e malit madhështor, edhe makinat e fuqishme të luftës gjasojnë me lodra. Asgjë dhe askush nuk është i sigurt.
Ishte e njëjta zhvendosje gjeologjike që shkaktoi edhe tërmetin e San Franciscos në vitin 1906. Epiqendra e tërmetit është rreth 3.2 kilometra matan bregu të San Franciscos, pranë një pjese të dalë gjeologjike të quajtur shkëmbi i Midhjes. Edhe pse tërmeti i vitit 1906 është më i fuqishëm për shumë vjet, ai nuk ishte i pari për San Franciscon. Deri në momentin kur ai i madhi, zona ishte goditur nga shumë tërmete më të lehta. Ka shumë mundësi që rritja e aktivitetit të ketë lidhje me pjesën më interesante të historisë së San Franciscos, arin. Kërkimi i arit përmes futjes së ujit me presion në miniera në zonat pranë shkarjes gjeologjike mund të ketë kontribuar në shtimin e aktiviteteve tektonike, edhe pse tërmeti i fuqishëm zgjati për vetëm rreth 42 sekonda. Shkatrimi i sapo kishte nisur. Linjat e prishura të gazit shkaktuan mbi 35 zjarre, të cilët vazhduan për ditë me radhë. Zjarret u përkeqësuan nga zjarfiksit, të cilët keq përdorën dinamitin në përpjekje për të krijuar pengesa për përhapjen e zjarrit, si dhe nga pronarët e ndërtesave, të cilët ju vun flakën shtëpive dhe bizneseve, pas ju tha se nuk do të merrnin dëm shpërblimin nga sigurimet për dëmet nga tërmeti nëse nuk ishin prekur edhe nga zjarri. William Jamesi shkroi: me rrugët e ndriçuara vetëm nga flakët e zjarrit. Ishte e kuptueshme që kriminalet e San Franciscos do të bënin çfarë t'ju donte qefi në natën që pasoi. U angazhuan ushtarët nga bazat ushtarake pranë qytetit dhe ju dha urdhër të qellonin hajdutët sapo t'i shihnin, një urdhër që u ndërlikua nga fakti se disa nga ushtarët u përfshin edhe vetë në grabitje. Kur tymi më në fund u shpërnda, 3.000 njerëz kishin humbur jetën. 28.000 ndërtesa ishin shembur. Gjysma ose treqareku i 410.000 banorëve të qytetit kishin humbur shtëpitë. Shumë qëndruan në tendat e qytetit dhe në kampet e refugjatëve, disa më shumë se 2 vjet. Ushtria ndërtoi 5.610 banesa. Të tjerët thjesht u larguan nga qyteti për të mos u kthyer më kurrë. Largimi nga një zonë për shkak të katastrofave që shkakton në natyrë, duket se nuk ka patur ndonjë efekt edhe aq të madh tek ata që jetojnë në zonat e rrezikshme të këtij bregdeti të bukur. Atlantiku i Veriut, në fund të verës, në momentet veçanta ngjason me një det të qetë, me maja blu në gri dhe lugina. Dallgët masive që përplasen në bregun lindor të Shteteve të Bashkuara janë të mbushura me madhështi dhe forca të pamatshme. Por është një bukuri sublime edhe një thik me 2 tehe. Kjo masë e madhe oqeanike nga Florida deri në veri në New England shpesh vizitohet nga një përzierje stuhish masive dhe të dhunshme, të cilat duan ditë për të formuar mijëra kilometra larg, e ndonjëherë shfaqen pas një njoftim brenda natës. Edhe pse banorët e këtij rripi të bukur bregdetar janë mësuar me stuhitë e dhunshme, pak kush e di se gushti i vitit 1955 do të jetë një ndër sezonet më të paparashikueshme dhe vdekjeprurse të uraganeve që ka parë ndonjëherë rajoni. Më 15 gusht, të gjitha shërbimet e lajmeve në bregun lindor raportojnë për një stuhi e cila ishte drejtuar nga bregdeti i Kalifornisë së Veriut. Ashtu si me gjithë uraganet e tjera, Drejtoria Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike i vendos atij një emër: uragani Diana. Është një lajm i keq për banorët e Karolinës së Veriut. Ata sapo kanë nisur të marrin veten nga uragani Koni, i cili e ka goditur shtetin vetëm disa ditë më parë. Por për fat, uragani Diana shkakton pak dëme.
Diana ulet në kategorinë e një stuhie tropikale, teksa lëviz në veri përgjatë bregut lindor. Drejtoria e motit raporton se moti, atë natë në New England, do të ishte pjesërisht me re, me pak mundësi për shira dhe stuhi të izoluara. Banorët e rajonit marrin frymë të lehtësuar, teksa bien të flen mbrëmjen e 17 gushtit. Por më vonë, atë natë, nis të bjerë shi. Të bjerë? E të bjerë. Thuajse 50 cm shi. Ajo që besoi se ishte një stuhi kalimtare shiu, u kthye në një valë të pandalshme baticore nga qielli. U bë qartë se përmbytja nga uragani Diana nuk kishte mbaruar ende punë me bregun lindor të Shteteve të Bashkuara. Stuhia shkaktoi dëmet më shkatrimtare në Pensilvanin lindore. Më shumë se 50 cm shi, ran brenda një kohe të shkurtër, duke shkaktuar përmbytjen më të keqe të regjistruar në rajon. Zona brenda dhe rreth Strasburgut, Pensilvani, u prek më shumë nga tërbimi i Dianës. Ujërat e furishme shkatruan rreth 150 rrugë dhe ura hekurëdhore. Presioni i pandalshëm i kësaj sasie të papar shiu dëmton ose shkatron plotësisht 30 diga, duke shkaktuar përmbytje vrastare në përqafat e maleve dhe duke marrë me vete gjithçka i doli përpara. Pjesa më e madhe e Massachusettsit jugor, që nga kufit në shtetin e New Yorkut deri në Oqeanin Atlantik u përmbyt. Operacionet e shpëtimit kanë nisur me vrull, por pengohen jo vetëm nga ujërat në ngritje, por edhe nga malet me mbeturina që merrnin me vete ujërat. Në mbar New Englandin u shkatruan më shumë se 200 diga.